Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! A duhet i fusim fasulet në ujë para gatimit? Eksperti e përgjigjen që do ju çudis. Shumica e njerëzve fillimisht i lajnë fasulet në ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni dot, mjekët paralajmërojnë se po bëni një gabim të madh. Edhe pse arrat, farat, drithrat janë ushqime të shëndetshme për shkak të acidit fitik, ato mund të jenë shumë të dëmshme për organizmin. Ky acid lidh elemente rëndësishëm si bakri, magnezi, jodi, hekuri, zinku dhe për shkak të cilave ato ekskretohen nga trupi përpara se ne të arrijmë dhe të kursejmë ndonjë përfitim prej tyre. Acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme të anemisë nga mungesa e hekurit e vegetarianët, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Cilat janë ushqimet e pasura me acid fitik? Ekspertja Zuhra thekson se tërshëra, orizi, gruri, të gjitha drithrat, fasolet, thjerrzat, kikirikët, bizelet dhe soja kanë shumë acid fitik, si edhe disa arra si lajthit, bajamet dhe arrat. Një sasi e madhe e acidit fitik gjendet edhe në farat e lulediellit, lulkuqes, lirit, kungujve dhe farave të susamit. Të gjitha këto ushqime përmbajnë një numër të madh të lëndëve ushqyese për të cilat organizmi ka nevojë, duke përfshirë fibrat dhe gjithashtu, ju nuk duhet të hiqni dorë prej tyre. Si të shpëtojmë nga acidi fitik? Trajtimi termik, zhytja e ushqimit në ujë dhe zhytja në hir, përpunimi i kombinuar, zhytja dhe pastaj ngrohja. Disa avantazhe i vetëm i metodës së zhytjes është se kërkon një kohë të gjatë. Për shembull, orizi i kavë do të duhet të lihet në ujë për plot 12 orë, tërshëra për 10 deri në 12 orë, orizi i bardhë për 9 orë dhe elbi perla për 6 orë. Për rezultate më të mira, mund të shtoni pak uthull ose dhe pak lëng limoni në ujë. Cilat janë përfitimet e fasuleve nëse ne i konsumojmë ato më shpesh? Fasulet janë plot me fibra, proteina dhe njëkohësisht me lëndë ushqyese thelbësore si acidi folik, kaliumi, zinku dhe magnezi. Fibrat gjithashtu janë thelbësore që zorët tona të jenë më të shëndetshme dhe të lumtura, me pak fjalë për ta bërë metabolizmin tuaj të funksionojë siç duhet. Redukton rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Është treguar gjithashtu se një dietë e mbushur me fibra ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe madje dhe të goditjes në tru, të gjitha sëmundjet të cilat mund të shkurtojnë jetësinë tonë. Nutricionisti Alex Glover thotë se fibra është një faktor i rëndësishëm në ruajtjen e diversitetit të mikrobiomës së zorrëve. Ndihmon gjithashtu edhe me humbjen e peshës. Nutricionisti zbulon se fasulet na ngopin më shpejt falë një sasie të madhe fibrash dhe njëkohësisht proteinash, duke na penguar ne që të hamë ushqime të ëmbla me kalori të larta më vonë gjatë ditës. Forcojnë imunitetin. Një nga shumë mineralet e cila gjendet pikërisht në fasule është zinku, i cili është njëkohësisht thelbësor për sistemin imunitar, sepse ndikon në mënyrën se si qelizat reagojnë ndaj infeksioneve dhe madje munden të ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të inflamacionit. Nutricionisti thotë se nëse nuk keni mjaftueshëm zink, atëherë ju jeni më të prirur për të ftohur. Mirë po, cila është mënyra perfekte dhe më e lehtë për të zier fasulet? Të thjeshta, të shëndetshme dhe gatimi më ekonomik. Fasulet janë receta sekrete çdo anvise shqiptare. Të dish se si t'i përgatisësh në mënyrën e duhur të ndihmon të shmangësh gabimet e zakonshme. Ndonjëherë fasulet nuk zihen tamam, ndonjëherë zbuten dhe pothuajse tretën kur gatuhen. Ne këtu do t'ju sillim mënyrën më të mirë për të përgatitur çdo herë fasulet perfekte.
Një hapkyç në përgatitjen e fasuleve është që ju duhet të dini vjetërsinë e tyre. Edhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 vite, ne ju sugjerojmë që t'i gatuani ato brenda vitit. Përpara se t'i përdorni për gatim, duhet t'i shpëlani me ujë të bollshëm për çdo papastërti, si edhe duhet të qëroni ato të cilat mund të jenë të prishura. Vjetërsia e fasuleve ndikon drejt për drejt në kohëzgjatjen që i nevojitet për t'i lënë në ujë. Zbutja në ujë. Lënia e fasuleve në ujë shkurton kohëzgjatjen si edhe përgatitjen se si t'i bëni ato dhe më të lehta për t'u tretur. Në qoftë se ju do të shtoni pak krip në ujë, do të mund të formoni një lloj shëllire e cila do të mundësoj që lëkura e fasuleve të çahet më shpejt. Zbutja në ujë gjatë natës. Lënia e fasuleve në ujë është një metodë vjetër e të gjitha mbisave shqiptare. Ne ju këshillojmë se mjafton që ju t'i hidhni fasulet në një enë dhe më pas t'i mbuloni ato me ujë dhe të shtoni një luggjelle me krip për çdo 500 gram fasule. Lëreni në ujë për rreth 4 deri në 12 orë. Më pas mjafton që t'i kulloni dhe të përdorni për recetat tuaja. Ka mendime që përdorimi i kripës në ujin kur zhyten fasulet nuk i lejon ato që të ziejnë plotësisht, por në të vërtetë ndodh që ose fasulet kanë qenë të vjetra dhe kanë shumë kohë për t'u zbutur ose as nuk janë zbutur. Si edhe uji i shtëpisë tuaj mund të jetë shumë i pasur me minerale të cilat i japin atij një fortësi dhe nuk lejojnë zbutjen e këtyre bishtajoreve. Megjithatë, për të anashkaluar dilemën nëse kripa ndikon apo jo në të vërtetë në kohën e zgjerrjes së fasuleve, mund të zbusni fasulet në ujë dhe sasinë e kripës mund ta shtoni në fillim apo në fund të gatimit sipas preferencës. Zbutja e shpejtë. Një tjetër metodë është edhe zbutja e shpejtë, e cila mundëson që ju të përgatisni recetën tuaj vetëm për disa orë pas sakrifikuar kështu shijen apo teksturën e fasuleve. Vendosni fasulet në një tenxhere të mbuluar përafërsisht 4 gisht me ujë. Tenxheren lëreni në zjarr derisa të ziejë dhe pasi të ketë vluar, hiqeni nga zjarri dhe lëreni në ujë dhe për 1 orë. Kullojeni, shplajni dhe vazhdoni mëtej me recetën. Ose mos t'i zbusni në ujë. Ky është një sekret që mund edhe të mos e dini. Mundet që t'i gatuani fasulet tuaja edhe pa i zbutur ato në ujë. Sigurisht, mjafton që të shtoni në tenxherën ku keni vendosur të përgatisni recetën tuaj dhe ta lini për 1 ose 2 orë në mënyrë që ajo të ziejë. Ne ju këshillojmë që të keni kujdes njëkohësisht me sasinë e ujit, pasi me kalimin e kohës ai do të avullojë. Her pas here shtoni ujë, lëng perimesh apo mishi të freskët, i cili gjithashtu duhet të jenë gjithmonë të mbuluara. Vazhdoni me këtë proces derisa ato të jenë gati. Gatimi i fasuleve me tenxhere të zakonshme. Vendosni fasulet në një tenxhere dhe hidheni ujë derisa ato të mbulohen plotësisht dhe kalojeni më pas në zjarr të ngadalt. Ne ju sugjerojmë që ju t'i përzijeni shpesh në mënyrë që të mos lejoni ngjitjen e tyre në fund të tenxheres. Nëse ato bien në fundin e tenxheres, do t'u çahet lëkura dhe fasulet do të zbuten tej mase, duke rezultuar në një pjatë ku disa kokra janë më të forta se të tjerat. Në varësi të vjetërsisë së fasules, kohëzgjatja e zgjerrjes së tyre lëviz nga 1 deri në 2 orë për fasulet e reja dhe 3 deri në 4 orë për fasulet e vjetra. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!